Vlerat e disa futbollistëve tek Vllaznia janë rritur në periudhën e fundit. Kjo fal performancave shumë pozitive të disa prej elementeve më të spikatur të kuqebluve. Kështu një përditësim i fundit i faqes së njohur Transfermarkt tregon për rritjen e vlerës së kartonit të disa futbollistëve të Shkodranëve. Kështu futbollisti më i shtrenjtë tek Vllaznia momentalisht është Kevin Dodaj. Kartoni i 19 vjeçarit ka pasur thuajse një dyfishim të vlerës së tij. Me sulmuesin i cili tashmë në Mercato kap shifrën e 500.000 eurove. Fal lojës dhe statistikave që ka me 7 gola dhe 11 asiste, edhe Esat Mala ka pasur një rritje të vlerës së tij. Prizrenasi që më parë kapte shifrën e 350.000 eurove, tashmë është ngritur në çmimin 400.000 euro, duke qenë kështu futbollisti i dytë më i shtrenjtë tek Vllaznia pas Dodaj. Një rritje të vlerës ka edhe për portierin Jukaj, kartoni i të cilit deri para pak muajsh vlerësohej vetëm me 50.000 euro, e ndërsa tashmë vlera e tij në Mercato kap shifrën e 200.000 eurove. Vlerë të shtuar në Mercato kanë edhe Sala e Bajrami, me dyshen që tashmë kanë një shifër kartoni prej 250.000 eurosh. Tek Vllaznia po ashtu janë edhe një grumbull tjetër futbollistësh që kapin vlerën e 250.000 eurove në Mercato. Me emra si Jago, Krymi, Çato, Deliu, Kahrimanović që janë në të njëjtën shifër vlerësimi.